Thot hoxhi nderuar, kisha pas dëshirë me pyet se unë kur po e fali namazin, po m'vin disa mendime që po m'largojnë prej kënaqësisë së namazit. Ma herët nuk I kam pas këto mendime, po që tash të në kohën po kam e po frigohem që mendja po më shkon keq e po më largojnë për rrugës Allahut. Ndëgjoni, çështja e namazit dhe koncentrimit në namaz është pa dyshim një çështje madhështore. Allahu fshihplot në fillimin e surës Mu'minun I lavdron me epitete shumë të larta besimtarët që në namaz janë të përkushtuar. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë arritur të shpëtojnë besimtarët në të dy botët. Atributi I parë që I ka bërë me shpëtu besimtarët, ata që në namaz janë të përkushtuar. E falin namazin me khushu, me frikë respekt, me koncentrim. Njeriu duhet të bën përpjekje që ta mbledh mendjen e tij. Duhet të bën përpjekje ta mbledh mendjen e tij. Mendja është problem me u mbledh. Omeri radiallahu anhu thoshte, kur mendja ime me ikte në namaz, unë mundohesha të mendoj punë të mira. Një herë Omeri tykon namaz, ka bo plane, I ka nda qetat edhe grupet për në gjihad në rrugë të Allahut. Kush ka komokon komandant? Në të thotë, mendjen e ke zërti me e pas me ndorë. Mirë po mundohë spaku që mendimet e tua me qenë pozitive, me qenë mendime drejt namazit, drejt ahiretit, drejt gjennetit, drejt Allahut e kështu me radhë. Ju e dini se kur jenë namaz, nëse shejtani të bën cytje dhe vezvese, atëre është sunet I pejgamberit me kthy kokën në anën e majtë dhe me thonë 3 herë audhu billahi minash shaitanir rajim, edhe me pshty se të ka ardhur iblisi edhe të bën cytje, mundohet me të pengu, se iblisi bën përpjekje me I pengu dhe me I dekoncentru muslimanët brenda në namaz. Sigurisht se për me arrit njeriu përkushtimin, koncentrimin, kënaqësinë namaz duhet kohë dhe duhet kalitje, duhet me kultivu njeriu këtë, për shkak se namazi ka halawa, ka ëmbëlsirë. Ti dush me pas përjetime dhe me pas eksperiencë me namazin. Dhe ju e dini, muslimanët e parë të mirë, të hershëm selefi, çfarë përvoje dhe raporti kanë pas me namazin. Allahu na boft që ka thonë pejgamberi alayhis salam, wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah, o Zot na mundso që kënaqësia më e madhe jona me ken kur jemi në namaz. Kur jemi në namaz, Allahu na mundso me ndikë kënaqësinë më të madhe kur jemi në namaz.